إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të ndërrohet vëllezër, kishin një hoç që e kishin thirrë të mban një ligjërat disa studentëve me një universitet shumë me prestizh. Shkon hoxha, hyn në sallën e ligjëratës dhe pasi që i përshëndet studentët e fillon ligjëratën e tij me disa recitime dhe fjalime të shpejta të një pas njëshme, disa fjalë kuptoheshin e disa tjera nuk kuptoheshin mirë, fjalë që i thonte dhe i shqiptonte pa kur një farë emocioni, pa kur një farë veprimi dhe pa kur një farë shpirti. Ndërkohë që ligjëronte, pas pak minutave e shikon orën e tij dhe i drejtohet studentëve dhe i thot: "Më falni, po unë ligjëratën duhet me ndërprej për arsye se e kam një takim shumë më rëndësi me disa njerëz që janë më të rastishëm te unë se sa ju." Dhe merr çantën e tij dhe del nga salla. Studentët metën të shtangur, të habitur, bile dhe të zemruar nga ky veprim i këtij hoxhës. Mi por pas pak hyn prap hoxha në sallë, pasi që i përshëndet edhe një herë, ju drejtohet studentëve, thot: "Çka keni?" Thot: "Po shoh se jeni zemëruar me mu." Dhe pastaj vjen mesazhi i kësaj ndodhie. Thot: "Jo, u hidhrut me mu, u zemrut me mu për një veprim që e bona një herë dhe për cilin veprim unë edhe kërkova falje." Thot: "Në të njëjtin veprim ne e bëjmë me Allahun Azza wa Jall 5 herë brenda ditës dhe nuk kërkojmë falje. Të njëjtin veprim ne e bëjmë me Allahun 5 herë brenda ditës dhe nuk kërkojmë falje. Çodrojmë në namaz, të cilin namaz e falim pa shpirt, dhe cilin namaz e falim shkel e shka, dhe sikur se namazin ton i themi në Allahut Azza wa Jall: Ja Rabi, kum do për ty veç 5 minuta. Ma shumë nuk kanë kohë për me lanë për ty, sepse pas teje edhe takimit me ty e kam një takim që është më rëndësishëm me disa njerëz që janë jashtë xhamisë ose jashtë namazit. Ne këtë nuk e themi me fjalë, se tamam puna, mi po me vepër e themi shumë shpesh. Kur him në namaz themi Allahu Akbar, që nuk kupton Allahu është më i madh se çdo gjë. Mi po në me zemrën tonë dhe me mendjen tonë mendojmë që ka dikush që është më i madh se Allahu, andaj mendja dhe shpirti është dikun tjetër, edhe pse trupin e kena në namaz. Në namaz ne themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdi takon Allahut Zotit të botrave. Ama ne nuk e ndjejmë se jemi duke qëndruar para atij që është Zoti i botrave. Nuk e kemi këtë ndjenjë. Nuk e kemi ndjenjën se jemi para atij që dorën e tij është çdo gjë. Para atij që dorën e tij është lumturia jote, shpëtimi jot, udhëzimi jot, shëndeti jot, ardhmëria jote. Nuk e kemi këtë ndjenjë. Edhe pse namazi, vëllezër, nuk është vetëm se disa vepra rutinore ose disa fjalë që recitohen. Nuk është namazi vetë se qëndrim para Allahut Azza wa Jall dhe bisedë mes robit edhe Zotit të vet. Andaj namazi është i përmban prej dy elementeve kryesore, që është trupi i namazit edhe që është shpirti i namazit. Trupi i namazit është qëndrimi në kam, rukuja, sejdja, teshehudi kështu me radhë. Kjo është trupi i namazit. Shpirti i namazit çka është? Është për ulja në nshtrimi dhe për qëndrimi në namaz. Kjo është thelbi i namazit. Andaj nëse ti namazin tan je me trup, mi po shpirtin e ke jashtë namazit ose jashtë xhamisë, kjo tregon që je duke fal një namaz që është vetëm me trup e pa shpirt, edhe kallzon çfarë namazi mund të më kanë kjo. Allahu Azza wa Jalla than Kur'an: "Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Ta kanë shpëtuar besimtarët, ata që namazin e tyre janë të përulur. Ata që namazin e tyre janë të përulur, kështu po thot Allahu. Nuk tha Allahu Azza wa Jall kanë shpëtuar besimtarët ata që falin namaz, sepse namazi nuk diskutohet për besimtarin. Kë nuk vën për ai që në diskutim hiç.
Po thot alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar ata që namaz janë për ulur. Sepse të shumt janë ata që falin namaz, mi po të pak janë ata që për ulen namaz. Andaj të mundohemi të ndërrohet Lazar, që namazin që e falim përveç trupit që është prezent jetë edhe shpirti jonë. Të mundohemi që namazin ton ta falim me shpirt edhe me trup, dhe të jemi për ulur edhe të përqendruar, sepse jemi duke qëndruar para atij që në dorën e tij është çdo gjë. Dhe ta dim shumë mirë dhe me këtë fjalë të parëve tonë po e përfundoj, të cilët kanë thonë idha aradta an ta'lama maqamaka 'inda Allah, nëse don ta di çfarë pozite ki ti te Allahu Azza wa Jall, shiko thot çfarë pozite ka namazi në zemrën tënde. Sepse thonë është njësoj. Nëse namazi për ty është shumë të shka, ose është gjithë shka, është shumë me rëndësi, shumë me vlerë, dije se kështu dhe ti te Allahu i, njëri shumë me vlerë dhe shumë me rëndësi. Nëse namazi për ty nuk është shumë me rëndësi, është diçka dytësore dhe tretësore, atëherë dije se kështu dhe je edhe ti te Allahu Azza wa Jall, sepse çish është namazi në zemrën tënde, çashtu është edhe pozita jote te Allahu Xhalla Xhelalu. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na bën besimtar, që jemi të kujdesur për namazin dhe faljen e namazit, dhe jemi në namaz të për ulur, dhe të na bën Allahu për atyre që përveç trupit që është prezant në namaz të jetë edhe shpirti jon. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة